Partia Demokratike e Kosovës përmbahet nga situatat ku mund të gjenerohen incidente. Nuk vrehen shenjat e materializimit të ndonjë marrëveshje, por natyrisht që do duhet një seancë konstituime të bëhet sa më shpejt. Me siguri nga kryetari do të njoftohemi në situatën aktuale, do të shpërndejmë mendimet, besimet tona, do të japim këshilla, ide, propozime, do të dëgjojmë njëri tjetrin me vëmendje. Në lidhje me pjesëmarrjen në kuvend, do thotë Partia Demokratike e Kosovës përmbahet nga situatat ku mund të gjenerohen incidente, probleme të tjera. Ne bëjmë thirrje, kemi sa më qetë, edhe me arsyeshmëri, me racionalitet, duke ndëgjuar njëri tjetrin, të zgjedhim të gjithë. Po, a ka pasur edhe kërcënim në një takim me Kurtin, ku janë bisedimet për një marrëveshje? Është deklaruar kryetari në lidhje me bisedën e fundit që e ka pas me zotin Kurti, e cila nuk ka pas ndonjë epilog pozitiv, nuk vrehen shenjat e materializimit të ndonjë marrëveshje, kështu që ne duhet të shqyrtojmë papat e ta. Ani pro thirrjes së seancës konstituive apo jo? Po, natyrisht që do duhet një seancë konstituime të bëhet sa më shpejt. Zoti Gjuna, do duhet bashkë të edhe me dy partitë opozitare për parandalu të shkelje që po thuaj që po e do të Me tërë spektrin politik, ne jemi të interesuar që të bashkëpunojmë që sa më shpejt të zyrtarizohen, të ngriten institucionet e Republikës së Kosovës.